veçojmë disa zodiak që do t'jenë më mirë në 2026? Jo, nuk mund t'a veçoj do të këtë, se do jenë shumë mirë të gjithë. Por, me që se Luani, heqim Luanin, ka Jupiterin si vjetë, nuk them se do shkëlqej nga të gjitha anët. Do pak të në pjesën erotike që e ka shumë gjanë, do t'a ketë pranë gjithkohon, edhe me ndërimin e partnerve do t'jetë shumë i kujdesshëm, edhe mes këtyre ndërimeve mund të ketë edhe konflikte, po do ketë edhe rritje ana ekonomike, se do i vim punë të reja. Do jetë mirë, por gabimi apo e keqja të Luani, në qovë se ky është plot fuqishëm dhe i pushtetshëm, se si natyra është kryenes dhe kapriçoz, e bën si të pamposhtur në këto veprime. Haron që kjo është periudhë që kalon ai ikën. Do t'jenë shumë të kujdesshëm personat, se Luanët janë të aftë, që lozin me lojrat e fatit. Dhe ky vit do t'jeti i bollëku të tyre, dhe ato që marrin shpejt, do t'ja argjojnë shpejt. Prandaj të kenë kujdes, tu do kenë plot konflikte brenda në familje. Paka shumë Luani Që Luani do jetë epicendra e zodiakut. E kupton? Epicendra e zodiakut të vit.